Me njëherë pas intervistës në Opinion, filluan komentet, filluan inbox më shkruajnë dhe kuptohet nuk i lexoj të gjitha, por njëra më të rroqi vëmendjen ku më thoshin që ja fute kod për vlerën se sa kushton të ndryshosh seksin në Shtetet e Bashkuara. Duke që nuk e keni informacionin se nuk e njihni fare realitetin e këtushëm, tu për të vajtur thjesht për të bërë një vizitë, për një analizë gjaku, inshurancat, domethënë siguracionet paguajnë shumë para. Po, do t'ua shpjegoj me detaje pse kushton kaq shumë dhe që kam qenë mesatarisht pak dorë shtrënguar te shifra që dola tek emisioni Opinion me gazetarin e mirënjohur Blendi Fevziu. Ua shpjegoj pak më vonë në mesazhin tjetër me pak detaje. Përveç se shteti New Yorkut përfshihet në ato shtetet liberale që politikat e qeverisë lokale i ndihmojnë me para, pra investojnë në mënyrë ndoshta jo direkte, por indirekte me fondet që paguajnë për politika të ndryshme dhe në ndihmë të organizatave që pastaj shkojnë të bëjnë këtë punë, ka edhe një kosto ekstra përveç parave që dalin nga buxheti i shtetit për këtë që quhet gender dysphoria, që në shqip nuk e di si ta përkthej, por nuk di si ta përkthej saktë, domethënë këta që drejtojnë këto shoqatat ndoshta duhet kishin qenë në grupet e interesit dhe tua kishin shpjeguar publiku se çfarë është gender dysphoria dhe si mund të abuzohet me këtë. Pra, për këto kalojnë shumë maramëndse parash çdo vit. Pra, përveç parave që kalojnë nga buxheti lokal, ka pasur deri tani dhe, si të thuash, edhe organizata ose departamente federale që edhe këto i ashtonin pjesën e tyre, pjesës që shteti paguante lokalisht, por kanë haruar dhe një gjë tjetër, që shumë para, pjesa më e madhe, më dërmuese paguhet nga kompanitë e siguracioneve, sidomos Medicaid, Medicare dhe sidomos Obamacare. Harroni këtë që miliona dollar kalojnë vetëm nga këto. Pra që kompanitë e siguracionit paguajnë për personat që mendojnë që nuk janë në trupin e duhur. Dhe këto para mbulohen nga këto siguracione që mbahen në këmbë me ne të tjerët që paguajmë ose nga shteti direkt. Dhe fola deri tani thjesht për pjesën bazike të ndryshimit të seksit, sepse pastaj ka duan të jenë dhe gra, duan të jenë gra identike me gratë biologjike, me femrën biologjike. Pra kosto rritet edhe më shumë, sepse këtu futen në vazhdim e 10 operacioneve që bën një transgenor që të arrijë aty ku duhet, ka edhe operacione estetike që quhen, që ato janë edhe më të kushtueshme, që dhe këto po paguhen me këto, domethënë, jo se të gjithë i kanë bërë mendim, po përgjithsisht kompanitë e siguracionit i mbulojnë të gjitha këto. Sepse në momentin që ti ke gender dysphoria, siguracioni do të paguaj çdo gjë nga fillimi deri në fund. Do të paguaj edhe që të përshtatesh edhe me lukun, me mënyrën se si dukesh, lukura, fytyra, krahët. Pra ka shumë kosto të tjera estetike, që dhe këto i shtojnë faturës. Deri tani fola vetëm për anën e operacioneve, që kuptohet kanë edhe mjekimet e tyre, të tjerë edhe një operacion, ju që jetoni në SBA e dini se sa kushton, sa paguajnë siguracionet. Por është haruar edhe një detaj tjetër që janë ilaçet para, gjatë dhe gjithë jetën, pra është trajtimi hormonal që dhe ai kushton. Kuptohet ka dhe ilaçe të tjera. Por kjo nuk është një gjë normale, domethënë nuk është biologjikisht normale. Pra ti edhe një paracetamol kur e merr ke efekte anësore. Imagjino këta që bëjnë gjithë këto operacione, marrin dhe gjithë këto ilaçe gjatë gjithë jetës, shfaqin dhe efekte anësore. Pra kanë sëmundje që në të ardhmen u zhvillojnë nga këto efekte anësore. Dhe kjo i shtohet kostos që paguajnë kompanitë e siguracionit. Pse ishte kjo gender dysphoria? Pra kemi 1000 halle të tjera më mbrapa.
Për mos të folur pastaj për problemet e shëndetit mendor që i shoqërojnë si efekte anësore të terapive hormonale dhe jo vetëm, edhe gjithë traumën si ti kalon disa vjeçare me operacione, me medikamente, me psikolog. Harova të shtoj dhe faturën e psikologëve, se kush e paguam psikologun këtu në Amerikë, nuk është falas, nuk e paguam partia. Dhe jeta mesatare e një tranzinori që duhet thënë hapur që ta din të gjithë, nuk e kalon 20 vjeç. Mund të them që është 33-35 vjeç. Për arsye të ndryshme, për sëmundje që ata marrin si efekt anësore të gjithë terapisë, depresionit, vetvrasjes, po shumica e këtyre, jo shumica ndoshta është për gabim, po një pjesë e mirë e këtyre e bëjnë këtë që të jenë punojnë seksi dhe marrin dhe sëmundje të tjera seksualisht transmetueshme dhe ngelen të pakuruar. Me pak fjalë, se po flasim tani për se do më quajnë dhe transofob, gjë që nuk është e vërtet, po unë dua të them të vërtetën si është, që çdo i ri apo e re që e mendon ose po i bëhet lavazh trurit, ta mendoj mirë, ta mendoj 10 herë, të pyes familjen, të më pyesit dhe mua, mund të më shkruajnë në inbox të jap informacion. Pra, nuk është aq e thjesht, ka një kosto shumë të madhe shëndetësore në radhë parë dhe financiare, jo vetëm për personin, po për shoqërinë. Pra, për shoqërinë shqiptare kam një pyetje të drejtë për drejtë. Jeni gati të paguani kaq shumë para nga buxheti i shtetit, sepse nuk është thjesht tu bëni një lëshim që hajde ndryshojeni gjinin tani në mas, kush do le ta bëj, që fëmijë mësojnë në shkollë ta ndryshojë gjinin. Po keni një buxhet të përballoni të gjitha këto shpenzime, dhe jo vetëm për bërjen, po gjatë gjithë jetës që t'i ndihmoni këta njerëz, edhe psikologjikisht. I keni këto para. Unë jam real. Pse nuk zgjoda të bëhen themër? Që mund të isha bërë shumë më mirë, para kisha, mund të bëhesha, si i thonë grekët, kukles, mund të bëhesha kuku fare. Problemi është që e para nuk doja, e dyta jam në trupin e duhur, sepse një mashkull që do më doj mua për mashkull, se po doj femra, ka 4 miliard femra, pse do vi tek unë një zemra? Pse do vi tek unë? Sa do të ndryshoj mund të bëj çfarë të dua, të hedh miliona dollar, unë prap kromozonat mashkullit i kam në trup. Nuk do bëhesha dot kur femër. Pra, nuk jam transofob, jam real, jam realist. Pra, ju si drejtues shoqatash që keni shkëlqyer që vetëm bërtisni, i keni biseduar ndonjëherë të hapur me shoqërinë shqiptare? Ua keni dhënë këto informacione shoqërisë shqiptare të rinjve dhe të rejave? Pra, flitni trurit, radakes. E kam edhe për të dalë dhe u bë gjithë ky diskutim, po dua të kthehem prapë te këta kryetarët, se që janë 3-4 kryetarë aty shoqatash që janë shoqatat LGBT. Janë shtuar, po shtojnë brenda ditës se zihen me njëri tjetrin, hapin shoqat, produkti sjell nën produkt edhe nën produkt. Dhe fatkeqësisht dua t'u jap një leksion që quhet abetarja e aktivizmit. Mos e humbisni kur sensin e aktivizmit. Duhet jeni human. Pra, para se të flisni dhe para se të ndërmerrni apo të bëni aktivizëm që e quani ju, duhet të vini në radhë të parë njeriu, mirëqenien e tij, mirëqenien e njeriut. Pra, të mos vini dhe të sillni gjëra që nuk i kupton publiku shqiptar. Përpiquni sa të doni, jeni shumë të rinj. Dëgjoni nga unë, jeni shumë të rinj. Bëni gabime, keni bërë shumë gabime. Nuk dua t'ju akuzoj se nuk e di. Po keni bërë shkelje financiare, shkelje ligjore, apo si që akuzojnë persona tuaj, gati dhe kriminale, që shpresoj që mos tjetë e vërtet, sepse do t'ishte një goditje shumë e madhe për aktivizmin shqiptar. Bëni kujdes, aktivizmi nuk është thjesht të shpendojnë fonde, ose të bëhet zhurmë, që të themi, këtu në Shqipëri për na vrasin, jam Tirani isha unë, kam marrë disa e nuk më vrau njëri. Të gjithë më donin, më respektonin, tani ka njerëz që nuk më duan, ne nuk duam komshien, që është identike, janë identike komshiet me njëra tjetër dhe nuk e duan, vriten për një gardë. Do me thënë në Shqipëri vriten ende për një gardë. Tani ju i vini kushte shqiptarëve, nuk do futeni në BE, sepse ju nuk pranoni nuk e di se çajnë të titujt. Po jam çmend edhe unë.
që po merrem me ju për arsye sepse më vjen keq që gjitha ajo punë që kam bërë kur isha në Tiranë, po hidhet poshtë në kuptimin që ju po bëni një punë jo cilësore. Dilni bërtisni nëpër studio. Nuk jepni shembullin tuaj jetësor, po dilni dhe bërtisni. Ziheni me njerëz që mendojnë ndryshe. Po çfarë mendoni ju? Që ata do mendojnë si ju? Pra ju do bini pastorët e Shqipërisë dhe klerikët musliman të mendojnë si ju, po jeni në vete dhe u thoni edhe për sy, unë nuk besoj. Po mirë, më mos beso. Çfarë do t'i bëni shqiptarët mos të besojnë? Do t'u vini në familje, do t'u thoni që shiko, mere këta betaren ku tregojnë që çuni duhet të bëhet gocë 6 vjeçë, duhet të ndihet femër. Jeni në vete, kështu bëhet aktivizëm. Aktivizmi nuk bëhet kështu. Aktivizmi bëhet kur ju jepni shembullin tuaj të suksesit. Nuk jeni të suksesshëm, pik, flini gjumë. Dhe me keqja është që Luanën e shkret e bët si e bët, ndoshta nuk keni faj, si që akuzon ajo, kriminal, po e bët si e bët, edhe tani e hidhni, akuzoni që do dhe ajo fonde, po si ju prapë bëndeja, ju e mësuat ashtu, ju e mësuat që bëhet para, se ku i pa ajo, se ta dia unë që bëhesh para kështu, pse u lot akot me biznes, se po më vjen dhe inat me veten tani. Më kuptoni? Me thënë këtë gocë, që e bët gocë, a mund të ndihmoni dhe mos ta godisni? E kërcënoni dhe nda fusin në burg. Pa jo më mirë është shkreta në burg, është me sigurt. Kjo është zgjidhja që bëni? Na tregoni deklarata? Na nisni deklarata, po bëni gazi botës. Dilni, flisni, se deri djem kërkoni llogari mua, çfarë bëja me parashevin, dhe asnjë status nuk hodhet për atë. Të mirë që i bëra unë asaj. Dhe tani e akuzoni dhe fusin në burg. Mos e lini vetëm Luanën tani. Është gabimi i madh që po bëni. As mos e kërcënoni, as mos i thoni jo kjo jo ajo. Ju nuk e dini çfarë po përjeton Luana tani. Se nuk i keni bërë terapit ju. Edhe Mona po bërë terapit. Nuk i keni bërë ju terapit. Që ta kuptoni. Vijuni në vendin e saj. Qëndrojeni afër, ndihmojeni pra me ato fonde që keni marrë. Ndihmojeni që të qetësohet. Shkoni pyeteni çfarë ka. Çfarë po vuan. Ja pra ky është aktivizëm. Jo të dilni ta godisni dhe po bëhemi të gjithë gazi botës për saj. Të gjithë. Përfshirë dhe mua, sepse ku e di unë të mendojnë shqiptarin të pelen. Për mua, mendojnë që unë kam bërë lek me ju. Dhe thoni pse fleta, isa, ti je larg, ti je në Amerikë, është vendi ynë ky. Jeni në vete aktivizëm me mos të flas pasaj për ca tjerë, se po fola Zoti i Madh, çfarë bëhet. Okay guys, mbaruam gjërimet, mbaruam edhe palestrën, se nuk rrim dot pa këto muskuj barkut, pa e theksuar, edhe tani po qemi gati për të fushuar. Jam tek Pallati i Kongreseve, aty ku nesër fillon panajiri i librit, një nga aktivitetet më të dashura për mua në kryeqytet. E kam ndjekur që kam qenë studente, pastaj kam qenë edhe pjesëmarrëse me librat me receta dhe tani jam shumë e lumtur që këtë vit do të jem pranë lexuesve, pranë botuesve në panajirin e librit me Banas. Ti nona e bën film më të mirë në botë. Po bre, që shjam se do këtë ty, po? Po dhe byrekon. Jo, e qanë. So po erdhe një Itali, ben trovati, pa më se gjeta kërkan se ka qetësi, që kam gjojnë me videon, ku ba godi, konstante, kështu që mos mungoni, Reggio Emilia, festa shqiptare, kontaktoni me Mondin, nomi sante, nomi. Penzime Teko Nadi, do të tregoj çfarë ka marrë me 27 euro. Cracker galbusera me riso, mozzarella senza lattosio, 1, 2, 3. 2 pacco
pollo affettato crudo e tacchino, 2 pacco minestrone, funghi col puva, piadina kamut pamaya, tonno e filetto sgombro, 2 shishe verë gjistatëri me tjera dhe 2 pastigjan. Ja çfarë bleva me 50 euro. Njerëz, ka akoma njerëz që më bëjnë dhurata për ditëlindjen. Çfarë më the? Henry? Tash, it's late for the gift, I love you. I love you too, honey. Sham ka bërë, ka marrë dhe ushqim. Unë nuk ju uftes për njerëz që kujdesin për mua. I love you. Oh, të dua shumë. Ai më tha këtë gjë. Sa po takuam. Ua, nuk del dot në New York se të del Ilnisa golle. I ka dy Ilnisa, i ka ditë të cipi Ilnisa dhe këmbanat vini Ilnisa. Ua, të mërshme. Ka vëndë një pjongo si Christmas. Po ju bashkova atmosferës. Bashkoju zemë, bashkoju. I bërë shumë e bukur sot. E po se shpëtoj familja shqiptare. Sot modele e nga një pak, shumë pak si është veshur sot modelja, apo pak të që të tregojmë komplet detajet. Pra, edhe ndërkohë, ma shpjego pak fundin si e ke veshur? Ka veshur një fund edhe ka fustanin poshtë. Kështu sot ka preferuar që të stilohet për kopësht. Ndërkohë, kur të ketë ballo, nuk e dim se çfarë do të vesh. Ku kesh ditëlindjen mama që do veshësh ti? Ha? Kështu e mirë. Ndërkohë mama shqipe pak ka dalë një pijama. Kështu që ne jemi njëra më e çuditshme se tjetra. Hajde, Madora. Qa bukur je, mami, bëj një zemë? Të gjithë kemi një ëndër. Nëse një ditë do të realizohet e imja, është që të punoj këtu. Çfarë po bën? Duke marrë nga objekte dhe skills. 2 çakmak dhe përdora mendjen time genial. Ngjitjen e çakmakve dhe po funksionon. Do të thonë do funksionon se s'bën. Mirë shif që në shpak. Shu e kam këto të futbollit. Tani, Oti, im i preferuar, shtypet kjo. Dhe këtu ka ca mini rollsa të vegjël që të aplikohet serumi syve. Oti vazhdon të jetë një supermark, është do Korano japoneze, po ke parasysh këtu mrapa, së dalloj dot. Shifini këto, janë 3 rollsa të vegjël që aplikohet serumi syve dhe nuk kam pa masazh më të mirë për të përcis gjithë produkti. Ja. Me që ishim tek e djela që është dita e maskave, unë vdes për të djelen, do bëj gjithë të trajtimin tani, më pas do bëj një pastaj do i tregoj më pastaj, do me thënë, tani sa të mbaroj me rutinën e fytyrës. Ky është një serum nga Oti që ka një aromë të mrekullueshme dhe efekt të jashtëzakonshëm. Do i tregoj pastaj një kek që e bëra pak më përpara. Ta sistemoj çikat videon edhe do ta postoj. Që ke vikula? Kjo është Viki, bëri dush miq. Faleminderit. E ditë dje lahen a ne. A Vik? Dita dushit sot. Guys, jam me Alexia. Alexia që do vitem në mbrëmja yje, kur Alexia? Kismet. Por që do vi. Inshallah. Dhe do na tregoj gjithë rutinin e saj dhe pse vendosi që të jetë besimtare, muslimane 100%.
Normalisht 100%. Vetëm 100%. S'ka përgjysëm, besimi nuk ka përgjysëm. Perfekt nuk jemi, po përpiqemi. Okej, presim Aleksia. Goca, unë jam bërë gati për të dalur. Do bëj share me ju dy super produkte e Dill dhe Palma. Janë dy produkte që mua personalisht më pëlqejnë shumë. Unë e kam bërë pak bazën e make-upit, gjithmonë shumë naturale. Ju këshilloj edhe ju. Është lapsi për 12 për të bërë vetullat. Ndonjëherë ngatron se në qërpikët. Për këtë radhë nuk u ngatrova dhe ka një ngjyrë shumë bukur, perfekt për bjondet, ka shumë kështu soft. Një produkt tjetër që unë e marr gjithmonë me vete, që është super dhe si bën qërpikët ky maskara, nuk i bën asnjë maskara tjetër. Akte furçën ngarkon, i bën qërpikët si një flutur e vërtet dhe boj këtë lëvizjen. Ky është rezultati, por nuk kemi mbaruar sepse është momenti i buzëve. Buzët kam një laps Anais, një laps shumë i lirë, por shumë i mirë dhe ja pak definicione. Dhe ky është rezultati, jo përfundimtar, por fundimtar. Ky është rezultati jo i përfundimtar, oh my god, së se diqë. Vabbè, e keni kuptuar. Po nga Buskuqët, lip gloss, kemi 3 solucion, por me qenë që mine e kam provuar, më pëlqen shumë, e përdor shpesh, Diorin gjithashtu. Do përdor këtë produktin ngjyrë roz, që ka pak cica. Aromë shumë të mirë dhe jetë pak shkëlqim. Unë jam gati, përdojmë që i bajt e flokët dhe do shkojmë për jashtë për drekë. Ja edhe fit check. Isha duke menduar atë vëj takat e zeza, për më në fund i vura këto sepse ende nuk më shruar krejt brini. Oh, wait. We need to talk about my beautiful pin. Thank you very much. Kemi takimet me konzulatat në Miami dhe ja, si po ju dukem? Pak taket vogël krejt. Very proud of this little guy right here. Thank you very much. Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Jam i tort, e cila nuk më laq ta përfundoja videon. Faleminderit shumë për lulet. Ju dua të gjithëve që më ndiqni, nuk e prisja. Na keni zbukuruar mbrëmjen, uroj që sot të jetë gjithçka shkëlqyeshëm. Kjo është gjendja në Cannes tani. Weatheri na gënjeu. Këto se do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju likanës. Juhu! Shkoni se vida, nuk kanë sjell. Jeni të të lushme. Rosa nuk di si t'ju falenderoj për gjithave. Edhe fësojnë në një peqet. Loni falenderit shumë për të mrekulli. Baba dhe Bela Manqit. Natyrisht, me mira për me funit, në gjuhën Shqipe për tona nonat, modrat, tezet, hallat, malsoret. Nesër fillon muaji i tetorit, muaji i zarit për mbrojtjen ndaj kancerit gjirit. Jamen tus, jamen malsi, nesër kom një lajmërim për tona ju, kështu që kyçnu në Instagram dhe ju përshëndes. Ciao! Hello, unë sa po jam njëse, do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frik një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam iden se çfarë ka ndryshuar lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhë në fundit
daljet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë të rrezi. Kështu që po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do të shohim procesin bashk, do t'ja tregoj dhe juve, dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni të njëjtën gjë. Shihemi pas pak. Erdhi dimri dhe bashkë me dimrin erdhi koha të përdor tenxherën time të re të gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt roston që do bëj sot mirë. Jep dimri, kërcet mishi. Rosto me selino, me timo, rota, qep, hudra, do ja tregoj. Shikoni pak çfarë bukuria. Shikoni pak, në furrë tash. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furrë. Do ta bëm, sa do ta bëm. Qënë, e vjetë. Jep. Dalim, marru një punë. Mirë se erdhe o ju. Kemi dalë në Borë, në Prishtinë, në rruga. Të lëshaj që më mati. Po bje shumë Borë, Margat, kujdes të mos të fahen duart ftotit, Margat. Wow, amazing. Mama, në qatë sa mama? Do të marrë një kështu, do të gjoj ti. Të pëlqen? Ma shumë. Më është plot me borke. Plot. Fantastika, ha? Të bashkë. Po, që më ka bën gjamin ma avullë? Hey guys, mirë mëngjes. Sa po dërgova fëmijët në shkollë dhe apa Instagramin e pash që keni shpërndar aq shumë trailerin e programit sonte dhe më bëhet aq shumë qefi që një program i thjesht do shërbej për sensibilizuar të gjitha gratë e vajzat që të bëjnë vazhdimisht kontrolle në lidhje me kancerin e gjirit në kuadrin e Territorit të Ros. Jam shumë e gëzuar që Mira, Luna dhe Benjada kanë darë historitë e tyre me mua. Jam shumë e gëzuar. Kush është? Kaj, dhe i të më baba. Puqes, Ata hopi më baba. Ata hopi më baba. Kaj, dhe i të. Ata hopi baba ty. Alo, ata hopi baba ty i të. Po baba, se se mbylli deri në ato? Dhe ka qoj në gëshia, se banore e një si pashkake në bërë. Sa i të. Po në ka frama, po për zënje hapsire të publiku. Wow! Të 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 shkën 4 më dita më bërë me një. Ja baba, dhe banoja e baba. Së të më bërë për grupe këtë i zënë. Wow, shoqja Lunes! Kush është me dhime? Frozen? A, ma e përdojët, baba. Hajde, me e përdojët. Është Frozen? Me e përdojët, baba, e fuzin të shpia. Hajde, ka përdojët, baba. Ka përdojët. Puqe, ka përdojët, baba. Ka përdojët shumë, baba. Ka përdojët shumë. Ika, baba. Qyqa, se film horror dhe izë në atakse. Ika, baba. Mua. Baba, e i seriozit i baba me puqën në mua. Elsa do flejmë balkon. Aha, sa e mi. Do flejmë balkon, Luis, ta dish. Una Elsa. Una vëllojtë. Po përpiqem të krijoj një outfit. Gjithçka ndodh për të kombinuar këtë çantë të cilën
nuk e kam vendosur pothuajse asnjëherë. Tani doja të vija këtë shallin këtu, të belin, që dhe moda, po kemi një probleme që ky shalli është tepër i vogël. Shkon, por është i vogël. Që t'i bëjmë? Në për lidha tani është kohë të merrem me flokët. E mos haro, çdo gjë në jetë ndodh për ty, nuk ndodh tek ty. Dhe gjërat që unë them, e të shmendura unë, nuk janë fragmente librash, janë përjetime të mia, edhe nëse ti do tani që unë të filloj të flas për hallet e mia, nuk më merr mendja se do të bëj mirë. Unë ndoshta do vi një moment që do i flasim edhe këto. Dhe të kuptoni që Instagrami, rrjetet sociale, më në fund të kuptoni që janë një mashtrim vizual. Jo se njerëzit duan të mashtrojnë, po njerëzit nuk më tregojnë problemet e tyre. Nëse do ishte Instagrami një vend ku njerëzit do tregonin problemet e tyre, atëherë nuk do funksiononte, sepse keni boll hallet tuaja, edhe do futeshit të shihni dhe hallet e të tjerëve, dhe do mbusheshit akoma dhe më shumë me negativitet. Por të paktën kuptojeni që pas gjithë kësaj, edhe unë, edhe ai, edhe ajo kanë një jetë. Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja dhe flokët e mia mas heqës, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinin e ngelur. Erta prapë të nesërmen për të rivën flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flokë natyrale, që nuk është nevojë me blep flokë të reja. Gjatë darkës janë rivën prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flokë të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilëtetin e flokut. Ja dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Ky është në life që unë kam në shtëpi, jam shumë e kënaqur, por sot kam ardhur për t'i bërë teas një peshqish, me që po rregullon shtëpinë e re. Dhe kam zgjedhur Nutrilite-in, këtë Nutrilite, por ka dhe gotën. Me këtë gotën bëhet smoothie. Çfarë bëhet? Bëhen edhe supat me zerzavate. Të gjitha gjërat bëhen me këtë. Tani, mëngjesi. Shegat e mëngjesit. Për tonë mërgjimtar që e di se jeta është patën me dasht me këtu me mua. Të shkojmë edhe të tjetra. Në posë, jo, kjo së është gati. Nuk jo më ndirë një të aman se cilat janë pjek. Bela kjo. Të shofim. Tara! Hajtë si gjeta shega, për që kam gjetë. Rrush Ameriket. Prit tash më kalzon dhe ditë ka tjetër. Që i vetë deki pas këty ne. Na u thomë molla japane. Zi si të një jo. Por këto janë, wow. A di që kanë këto? Shifa. Tonë ka nisë zojtë me i hangër. Ama baba e ko këto dyja full. Edhe një tjetër atej. Këtë se pas ka prek zogu. Hajde. Shifre. Këto janë molla japanet për njerës, unë nuk di na u thojmë këtu një bobe. A dini ju çka janë këto? Këto në përgjithësi janë gjelbërta, e latër në fazën e pjekjes bëhen qapula. Ka gjetë? Bëhen një kështu si të verdha, edhe kur pjeken krejt, bëhen brown. Tash, e ka një thalbë mren, që është gati sallë kokra. Por janë diçka, mat omel, nuk mund e spjegoj. E që sa ndruja e male? është gjajnorme. E më interesën me ditë si thirrni ju këto. Këto janë bobet e na.
Për ndryshe, jem të shko me vjellë kimqa. Te kushit. Në katën. Kujtash, këto janë kimqat. E dini ju që kanë kimqat? Shef. Gjell. Qa gjelli? Po mirë, ke pa njësët e natë e heret, unë zdi që ka dënë tashmet këtu e më prapë. Këta gjellat të në tonë ditën këtojnë, a u këtojnë juve gjellat të në ditën. Papa! Ju përshëndesim unë e ekipi. Artan Qërti, fotografi i famshëm. Në pa vriti, Hajdeni byrem, se ka herë se më keni pa. Qyre. Ti ka marrë ma. Hajde. Po ka po ik tash. Hajde. Pull. Qyre. Ekipa. Hajde. Breakfast for champions. Look at this. Hajdutja katonit. Ka vjell i rrem me bobe. Do kimqa. Si kalzoni kuj. Më dërguar me mira mesazhe për një askush që kishte broçkullitur gjërat nga më të neveritshmet për parashëvisimakun. Të më thënë, ki je në punën tënde, je angazhuar, dhe shikon edhe dëgjon shmëndurira, shpifje, llafe, që nuk janë të vërteta, patjetër, sepse më kanë shkruar shumë njerëz, shumë djegës, edhe më vjen shumë keq që më duhet të flas për këtë gjë, ndërkohë që mund të flisnim për gjërat e tjera, për se si mund të rikthehet parashëvia, të ketë një jetë më të mirë, si të rregullohet jeta e saj, etj, ndërkohë që duhet të merremi me këto llafazanët e Shqipërisë. Më vjen shumë keq që duhet të flas për këtë, po duhet të reagoj për arsyen e vetme sepse kam marrë shumë mesazhe me mira, të cilët janë të indinjuar. Tani për një person që do parashëvisimakun si nënën e vet, është shumë e vështirë që ta përmbaj veten dhe të mos i rikthehet askushit në fjalë, ose askushve, apo personave që janë askushër dhe që përpiqen t'i veshin vetes një profesion. Më vjen shumë keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi, nuk do të reagoj duke i ofenduar dhe duke i përmendur me emra, dhe nuk dua t'u bëj as reklam. E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që çështjen e rastit në fjalë të një shpifësie bisede, një marrëzie, një mashtrimi, një përbaltje kundër parashëvisimakut, ikonës së muzikës shqiptare dhe legjendës së shqiptarëve, më vjen keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi. Nuk do t'u jap të kënaqësi, po do t'ju tregoj më vonë se çfarë do bëj. Si e thash edhe më parë, nuk do të merrem publikisht me këta abuzues dhe me këta askushër, por do ta çoj çështjen për në gjykat. Më kanë informuar avokatët e mi që në Shqipëri rastet e shpifjeve dhe përbaltjeve ndiqen në gjykat. Më duket se ka dhe një ligj të ri që është edhe më i rrept kundër përbaltjeve dhe shpifjeve. Dhe në rastin e parashëvisimakut, kjo është edhe më e rëndë sepse ajo është edhe në një gjendje të caktuar emocionale, të cilat do t'i faktojnë në gjykat në Shqipëri. Për fat të mirë të këtij rasti, unë do të jem në Tiranë pas javës së modës në Paris ku ndodhem, dhe besoj se do të ndjek këtë çështje deri në fund. Pra, të gjithë dashamirësit dhe fansat e parashëvisimakut i siguroj që unë do ta çoj çështjen në gjykat. Aty ku e meriton të shkojë ky person. Por le të diskutojmë pak fenomenin
e ri në botën e spektaklit edhe të artit shqiptar, ku njerëzit përpiqen të tërheqin vëmendje dhe për këtë vëmendje janë në gjendje të bëjnë çdo gjë, janë në gjendje të ecin mbi trupa të vdekur, janë në gjendje të mos respektojnë ceremonit mortore, janë në gjendje të mos respektojnë asnjë standard njerëzor. Dhe këtë e bëjnë sepse janë askushër, janë njerëz pa talent, janë njerëz që nuk i japin një gjë karrierës së tyre, apo janë persona që mund të quhet produktiv. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë nuk dua t'i ofendoj sepse mund të jetë një profesion i ri. Pra, mund të jetë një profesion i ri i të qenurit askushi. E kuptoj, tani social media kanë nxjerrë sipërfaqe çdo lloj karakteri dhe personazhi, por kjo nuk i bën ata profesionistë. Por dua t'i jap një këshill edhe këtyre personazheve të rinj të askushllëkut, që të kenë pak kujdes sepse ka dhe ligje, ka rregulla shoqëria, ti nuk mund të dalësh edhe të gënjesh publikisht dhe për klikime të shpifësh. Sepse në rastin e parashëvis Simakut i kërkoi këtij askushi, është në qendër të vërtetoj këto. Mund të dali ky askushi ose kjo askushja dhe të thot me rast konkret, kë familje ka prishur parashëvis Simaku, cilët burra ka marrë parashëvis Simaku dhe cilat gra ka lënë të vetmuar dhe familje të ndara, na i thot publikisht, meqense i pas ka dëgjuar këto në Amerikë, se unë nuk i kam dëgjuar. Pa të dalë ti thot publikisht, pra, sepse nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Edhe sikur ti kanë thënë, ti duhet i vërtetosh para se ti thuash këto gjëra. Apo ja. Dhe nuk janë të vërteta, siç po thosha edhe më parë. Parashëvis Simaku ishte ndar skenës për arsye të tjera më madhore. Për ato që unë nuk mund t'i flas, sepse nuk jam një askush që për klikime tani të shpërndaj lajme të cilat do të bënin sensacion. Ajo nuk është larguar nga skena sepse i pas ka marrë burrin dikujt në Amerikë që është askushi gjithashtu, pas ka marrë një askush të një askusheje. Më kuptoni shmenduri si mund një media të ftoj dikë të tillë në kohën e vet televizive dhe t'i jap zë. Këtë nuk kuptoj. Më vjen shumë keq. Këto janë mashtrime, janë gjëra që askush në botë nuk mund t'i vërtetoj dhe si rrjedhim as nuk duhet t'i thot. Sepse përballesh me ligjin. Është rënd, është çmenduri. Nuk di, nuk kam fjalë. Dhe po rritet një brez i ri, i çuditshëm. Ç'lidhje ka askushi me parashëvis Simakun njëherë? Se janë dy breza krejt të ndryshme, të larta, se për talent nuk po flasim se s'ka fare krahasim këtu, më thënë, dhe nuk dua t'jem as cinik, se më vjen dhe keq, më vjen keq për këta askush, më vjen vërtet shumë keq që se nuk e di, në Zot ka besim ky askush që s'është gjyna. Nuk e di, është mëkat. Të flasësh për dikë në gjendjen e parashëvis Simakut me këtë i fjalor, më vjen shumë keq. Jam shumë i prekur. Sepse ka 1001 halle parashëvis Simaku. Të dëgjoj dhe këtë. Nuk e di domethënë. Nuk di. Për ndjekësit, është totalisht një mashtrim. Unë jam i bindur, i kam parë reagimet. Të lutem mos e shani këtë askushen. Lëreni në botën e saj, se gjyna, domethënë, unë mendoj që duhet kemi besim të Zotit dhe ti falim këta. Kur vjen puna tek ana. E di që jeni, nuk kam fjalë, e di që jeni shumë të mërzitur se inboxi po më qahet nga mesazhet. Mos e vrisni mendjen, ju premtoj që do ta ndjek unë në gjykat në mënyrën më civile, në mënyrën më njerëzore dhe të respektohet ligji shqiptar për shpifjet dhe për denigrimin e figurës së dikujt, aq më tepër në situatën në të cilën ndodhet parashëvis Simaku, e cila nuk mund të mbrojë veten. Pra, në këtë rast t'i japim një mësim kësaj vajze të re që të mësohet të flasë herë tjetër me kujdes. Se sa unë blodha në shtëpi se na erdhi një civilani kështu, prandaj po ju rikthehem përgjigjeve sa të mund të kap se disa kohë ka ngel
Tashi, përderisa se fal dot, mos e fal. Okej? Mos u lodh kot. Po mund me fale, po tisha unë se kisha fal. Hello. Zakonisht kur dala narkoza, ose në fakt ky është operimi 4 që unë bëj, jam shumë në qevë dhe kam shumë gjëra për të thënë. Po, kësaj radhe që nga shumë e plogësht. Dje dola nga operimi mirë, kisha energji, jam çuar këmbë, sot kam shumë dije. Nuk është ndërhyrje estetike, është ndërhyrje shëndetësore, ja diçka për të shqetësuar. Thjesht ndonjëherë kur gjendesh në kështu situatë është dhe ke dhimbje, kupton se sa pa vlerë është çdo gjë tjetër përveç shëndetit tënd. Që kështu një reminder për ty, kujdesu për veten se shëndeti është gjë e rëndësishme. Me që për ju shin lotët? Me që për ti? Si që nga do sëra. Po ju shin? Po me gjithë të trëndafili pra? Dhe me perla, po si kameve? Sa monologje gjësot? Kasni! Për mi hoqë jegla. Ka i dhe nga gjatë faqe, do vë takën të nga figuranë. Sot do mundohem t'ju tregoj ditën time me që më keni kërkuar kaq shumë, edhe unë u emocionova që juve ju intereson kaq shumë çfarë budallaqesh bëj unë gjithë ditën, do mundohem t'ua tregoj sot. Tani jam balkon për shembull, ja balkoni, ja vetvekja, kafja, si qa kemi këtë. O, moj, shek lezhjane, moj, si e në detit. Shek, në vdes për shek, është fruti një preferu. Tu kemi limona, që t'jetojnë sa më gjatë. Kokore, kok, jena të menshëm. Tani po i bëjmë gjesin djali, sepse Viki ishte pak si paqet dhe pa më të arsyeshme mos të shkoj në shkollë sot. Edhe do hajquni, gushpome, në gjesin. Gjesin sot dhe mund kisha fjetur sa i e bën dhe vetë në gjesin, po kur mësosh me një orar. Jemi të kë momenti që duhet ta shtypër shumë fort. Pastën e dhëmbe që të nxjerrin në i pikë. Pse ta hedhin, ta fali një kaq, jo më të në fund. Në është dhe... Ja. Kjeri më dhe i qik. Ja. Dy kastra pikon. U vesha. Bëra rutinën skin caring, tani me sepse më bëhen kështu veshët si në avion, se më vesh. Tani do bëj një makjazh të lehtë, majt sa mundemi domethënë, dhe bëj këtu në tualet sepse në dhomë ka ardhur Viki dhe ja ka futur gjumit. Edhe mos sa bezdis, mos janë ndes dritën. Bëj një makjazh të lehtë fytyrës. Ja ku jam, si sa e mirë jam. Po presë quni tani, që ka qëllë të shkolla. Dhe... shumë. Më këtu që kur ka qenë djali vogël, i kanë pasën, kur vura unë ato syzët, që kanë syzën e largë, i kanë pasën shokët e futbolin, që njërë ka jotë është si Mia Khalifa. Djali vërësit shumë, dërsa mua më bë qefi. Aty e kuptova që jam shumë e rejtë që që një njerëk. Por flokët se që ka në flokët e mija, më kanë shkujtje shumë e bukur, po flokët si ke mije. Po unë djehu krefa me, pëse unë s'do kem çdo gjë perfekte, unë këtu e kam gjithë poezin, që s'mi intereson si kam flokët. Jo që më pëlqejnë njeri, kam shumë bukur. Ja. Ne bëm ca punë tjera, unë dhe Klodi, për talë,
kot, si jena njerëz boshani. Edhe po harrova t'ju tregoja se çfarë po bëja tash në video. Edhe tani po ikim tek Ormeo. Shohim njerëz situatën në Ormeo. Sonte ka verë dhe gështenja. Gështenja të pjekura në prush. Kështu erdha pak në shtëpi të ri me fëmijën. O zot, vdiqja më bllokohet veshi, se çfarë problemi kam nuk e di. Të ndroj dhe këtë këmishën se përveç se shisi u bërë si kafshë ndyrë. Sikur duhet ndruar, e kupton se ka lërë gjithë dita. Kështu. Sa bukur me Viki. Kjo Halloween me Viki është shumë fest idiote. Se kam qef fare.
Po presim anën, a? Po na e vonon ky Joni. O zot. Vetëm ajo mund të vonon tek ty. Askush prej nesh. Hajde Joni. O Joni. Bir nonave. Hello. Sorry. Erdi. Zonja dhe zotrinj. Gjithë një rritin. Sigurim. Fifi. Me jo një dhënda dhe me lejnë. Hey. Pak një dhënë të këndoj? Ma për një. Se marova. Me të gjithë zemra. Pasteje. Jo ka U tërbova. Pasteje. Skandal. Ikim. Më të gjë, e fusim të me dojnë, autotune. Kur jo kemi rregullu, sa juve jam rregulloj.